Tani, populli shqiptar ne dim pak a shumë që Vakëf cilëson një vend ku mos e prek, mos e ofron. Përgjithsisht të shenjtë, domethënë, i cili dhe i frikson disi, apo nëse do shkojnë do t'i bëjnë të keqja ose do të marrin diçka, se s'po them vjedhin, po s'ka që vjedhin xhanën, po që po e lim në mendimin e mirë që mund marr diçka. Më marr diçka aty domethënë, ose diçka që lidhet me pronën e këtij Vakëfi dhe që nuk preket. Apo kjo është e Vakëfit edhe mos e prek se ndryshe t'jem belaja domethënë. Dakor, mund ta shikojmë në një aspekt domethënë që shko se ky ka frikë nga ky, domethënë personi që mund të jetë varros aty, por është edhe aspekti tjetër që lidhet ndoshta me një mësim tjetër që është paqja e madh dhe kuptohet dhe Islam që ajo gjë që s'është e jotja nuk e pse merr. Pavarësisht ai ka statusin e Vakëfit si pronë. Edhe kur kalonin tokë Vakëf, kur kalonin pragun e Vakëfit i shkundin kpucët se mos kanë nga frika mos kanë marrë dheje me vete dhe mos ta çojnë në shtëpi. Po jo ndjenjë e frikës se kanë frikë personin, siç Po, pra sepse kjo është respekti dhe shenjtëria që mbarta e tokë. Më takon mua, është e gjithëve. Okej, pra kjo është për të dalë këtu, domethënë që pra nuk është thjesht një vend i shenjtë, domethënë ku mund të jetë varros një person dhe këta mund ta kenë frikë atë, por është shenjtëria e asaj që i takon, siç tha dhe Bari, takon të gjithëve, pra nuk është personale.